11 prilli shënoi edhe nisjen zyrtare të fushatës elektorale në vendin tonë për zgjedhjet e përgjithshme parlamentare. Qytetarët mendojnë se kjo fushatë do të jetë e qetë dhe pa problematika, pasi sipas tyre klasa politike në vend është emancipuar. Pjesa më e madhe e shikon një fushatë të qetë ku kandidatët për deputet do të prezantojnë programin e tyre dhe nuk do të përdorin gjuhë fyese apo denigruese. Megjithatë, edhe pse të pak në numër, ka edhe nga ata që mendojnë se gjakrat dhe zërat do të nxehen dhe ngrihen gjithashtu gjatë fushatës elektorale. Shumë e mirë. Po si do jetë që çfarë, pse shqiptar budallej do rrinë 100 vjet. Po e qetë fare, shumë e qetë. Fare s'ka ku të ketë paragullësi se është bërë shtet. Ka 30 shtet është bërë, pavarësisht tjerave. Ka zot. Ka zot pa laur, ish bota këtu, se të jetë për këta. Po shumë e qetë. Ajo është paravendosur, nuk mund të bëjnë palaçollëqe në fushat. Ne jemi shumë e qetë, s'ka asnjë problem. Shumë e qetë do të jetë, shumë. Fushata? E qetë, pse mos e di qetë? Ndije filloi. Shikojmë, po nuk ka mundësi të jetë e qetë, si zakonisht, jemi shqiptar apo jo. Do të thotë që do vazhdojnë ato kundërvënjet e pa kënaqësitë, si thonë, fjalët e papërshtatshme për njëri tjetrin. Se jemi do kollaj. Ne jemi të moshuar, jemi stazhonuar. As mendoj fare dhe si dua fare të keqen ana, se na ka lënë me një lek. Nuk dua di fare për fushatën. As vete as dua të këndoj fare me ta. S'ku di unë, e kjo them, se ne nuk jemi agresor. Shqiptari njifet. Ligji zgjedhor parashikon që shqiptarët të marrin pjesë aktive në denoncimin e fakteve që lidhen me shkelje të procesit zgjedhor. Sipas Nenit 123, çdo person që vihet në dieni të fakteve ose rrethanave që përbëjnë shkelje të natyrës administrative ose penale në fushën e zgjedhjeve, ka të drejtë të informojë drejt për drejt Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Nga ana tjetër, SPAK-u do të synojë të parandalojë, të hetojë kudo që do të synojë deformimin e votës së shqiptarëve më 11 maj. Në kodin penal ka një sër nenesh që parashikojnë dënime nga 3, 5 deri 7 vjet për ata që ndikojnë, pengojnë apo shkatrojnë materiale zgjedhore. Shkeljet në zgjedhje, përpjekja për të ndikuar te votuesit, përdorimi i burimeve të ndryshme që maksimalizojnë votat për partitë politike, tashmë do të hetohen nga struktura e posaçme antikorrupsion. Nga ana tjetër, qytetarët besojnë tek drejtësia. SPAK-u shumë mirë bëri. Kush do le ta provoj të paguaj para të ky milete do qik me atë kone ati miku që të fuse për një lafe për 10.000 lekë të vjetra të fuse kështu që mirë shumë beri SPAK-u që hyri edhe të hyje qik në thellë. Kush të paguaj 1 lek të mos i gjendet me në këtë dunja nishani kur i thëmë. SPAK-u do jetoj kështu, në ana transparencën a jashtë, s'ka pse të ndryjë, në kupton apo? Kështu që ne vlerësojmë pozitive. SPAK-u po bëhet sigurisht gogol. Çfarë do bëjë SPAK-u? Do hyjnë në punët e tjerëve? Hyj do të në punën tënde? Jo. SPAK-u do bëj punën e tij, po e bëri mirë atë. Ja im kapelen. Ne kemi ju s'keni një nderim. Shumë mirë ka bërë. Edhe mund të jetoj. Pra ka për të jetuar. Po tani çdo vit, çdo zgjedhje që bëhet, do bëhet pak rëmuj, kur i thonë, se nuk jemi të gjithë njësoj një mendje. E them që duhet të jetoj. Fushata zgjedhore për zgjedhjet e 11 majit sapo ka nisur dhe qytetarët mendojnë se ajo do të jetë e qetë dhe pa problematika.